827 metra mbi nivelin e detit. Vendosja e një guri të fortë në murin e ndërtesës historiografike të krajinës së lumit të Vlorës në Labëri është themeli një historie të fortë me rrëndër breza. Krajina e Labërisë është e pasur me ngjarje dhe njerëz, me fatet dhe antifatet e tyre. Armeni është një ndër fshatrat që ka shenja të qytetërimit 3500 vjeçar. Ky fshat ka në brendësi të tij figura historike me kontribut kombëtar dhe atdhetar. Në rrjedhat e kohës, këto figura I dhanë emër historik Armenit. Një nga të veçantat e këtij fshati është qyteza e Armenit, e cila ndodhet në një kodër në lindje të fshatit me lartësi 249 metra mbi nivelin e detit. Është një kodër e zhveshur me majë të sheshtë prej 2 hektar. Ky pozicion e ka bërë qytezën që banorët e lashtë aty të ndërtonin një kala për të mbrojtur nga armiqt. Armeni është një ndër fshatrat me një histori të veçantë. Ai zë një vend të rëndësishëm në historinë e çlirimit dhe pavarësinë e vendit. Dhe sigurisht që brenda këtij fshati ka pasur dhe figura të cilat kanë dhënë një kontribut të çmuar. Nga gojdhëna e fshatit thuhet se ky fshat ka pasur rreth 350 banesa, por ndërkohë në vitin 2021 këto banesa pothuajse janë të braktisura. Popullsia e këtij fshati ka emigruar dhe pamja që ofrohet është e trisht. Ne pikërisht ndodhemi në shtëpinë apo në banesën e vjetër të një figure të rëndësishme e cila ka dhënë një kontribut të çmuar në luftën e Vlorës, atë të vitit 1920 dhe bëhet fjalë për Sali Bedinin. Ky është vatani I tij I vjetër dhe pas shpinës time ndodhen mure të ndërtuara që në kohën që ai jetonte. Jo vetëm jeta e tij brenda kësaj banese, por edhe veprimtaria e tij luftarake ka zënë një vend të veçantë tek banorët të cilët e kujtojnë me nostalgji. Armeni është një fshat që ka marrë pjesë në të gjitha luftrat dhe kryengritjet për liri dhe pavarësi që ka bërë populli shqiptar. Armeni e gjen pjesëmarrjen me armë në dorë që në kryengritjen e Tanzimatit të verës së vitit 1847, që përfshiu gjithë Shqipërinë e Jugut. Por historikun e këtij fshati dhe veprimtarinë luftarake të Sali Bedinit do të na I rrëfej studiuesi dhe historiani Shpresim Kasaj, I cili mban dhe pozicionin si kryetari I shoqatës kulturore atdhetare Armeni. Armeni është një fshat me histori të lashtë. Këtë e tregon kodra që kemi mbi fshat quhet qytez. Jo më kot quhet qytez, sepse ka qenë një qytez ilire, e cila ka qenë bashkëkohëse me Apollonin e Fierit, me Bylisin, edhe me Olimpin e Mavrovës. Këtë nuk e them kot, po sepse aty janë gjetur monedha që lexojnë Apolloniatan, Olimpia, Bylis, të cilat I kemi ekspozuar dikur në muzeun e fshatit edhe në muzeun historik ka monedhat. Tani, aty lart në kodër të qytezës është një shesh rreth 3 hektare dhe ka qenë dhe kështjell. Kjo kështjell I lire edhe ky vend banim kontrollonte rrugën midis Bylisit dhe Aulonës antike. Dhe sot e kësaj dite, asaj rrugës që ngjite lart për një qaf, I thon rruga e karvanit. Ruante karvanet e tregtarëve dhe të ushtrisë, domethënë, është mu në mes të rrugës Bylis Aulon. Ky qytet është prishur dhe ma merr mendja e ka prishur në vitin 168 konsulli romak Paul Emini, I cili prishi 70 qytete në Epir. I rënoi, I kena themelet, morin 150.000 robër e I çoi në Rom. Që atëherë ky vend banim nuk u ri bëm, ka gur kalaje të rregullisur,
Por, me dokumenta arshivore, në dokumentin Halili Nachik, një dokument i timareve turke që i regjistronin ata për arsye të tatimeve taksa që i hedhin popullatës vëndit. Në këtë dokument, që është i vitit 1431, gjejmë emrin Armen Ho. Hor, i thonë vënd banimit, Armen Hor. Dhe ky qyk Armen Hor, ose bishti Armenit, bishti Malit, që ka prap, është një lagje fshatit tonë, ose një fshat veçan, me një 60-70 familje. Dhe janë regjistruar 26 hane i thoshin shtëpive. Dhe në Mesarak ose në Rëza, ku i thonë ata Kyçyk Armeniho, 13 familje. Pra, dokumenti par arshivor është pikërisht regjistri turk i timareve. 1431. Këti dokumenti i referohen dhe fshatra tjerë të lumit Vlorës për atë periudhë. Domethënë, Armeni në atë kohë kishte 26 shtëpi. Dhe janë edhe emrat e kryefamiljarëve edhe sa taksa duhet i paguante turkisht. Ky është dokumenti i parë që flet për Armenin. Është një fshat me histori, edhe fshat i madh, po edhe me burrat shquar deri në 90-ën pa u prishur sistemi i mparshëm monist. Armeni kish rreth 550 shtëpi. Ishtë fshat shumë i madh. Natyrisht, si rezultat i emigracionit, u çpopullua, shumë familje kanë shkuar jashtë në vendet ndryshme të botës. Disa në Vlorë, disa në Tiranë. Dhe këtu kanë mbetur rreth 100-150-170 familje që banojnë. Jo që janë të regjistruar, se të regjistruar mund të jenë 350, po që banorët e saj janë jashtë, po figurojnë këtu si vend banim. Është çpopulluar natyrisht, po prap ka ngelur fshat shumë i madh në krahasim me fshatra tjera që janë rreth 50 familje. Kjo shpjegohet edhe me këtë pozicionin gjeografik që ka Armeni, është i përsosur. Njëherë është shumë afër Vlorës. Domethënë në rrugë këmbësore hidhesh në lumë në Picar, edhe vetën Vlorë për 2 orë, me këmbë. Kurse me makinë s'mban asnjë orë, 45 minuta, po të rregullohet rruga edhe 20 minuta bëhet. Kjo njëri shkak. Shkaku tjetër është se është fshat që laget në 2 lumej, nga lumi i Vlorës ose Shushica dhe nga Vjosa, të cilët bashkohen në Mesarak të Armenit. Lumi që vjen andej me Vjosën bashkohen. Ishte viti 1919. Në lagjen Topana të Vlorës, ishte krijuar një komiteti fshet, që quhej dhe Komiteti i Vlorës, i cili përbëhej nga Osman Haxhiu, Hamza Isai, Spiro Jorgo Koleka dhe Alem Mehmeti. Mbledhja e parë dhe më e rëndësishme e përgatitjeve për luftën e Vlorës ishte ajo e Armenit, e cila u organizua 1 muaj pas Kongresit të Lushnjës, më 23-24 shkurt të vitit 1920. Në këtë mbledhje morën pjesë 70 përfaqësues të shquar nga Vlora dhe fshatrat e saj. Ky fshat është një fshat me histori të madhe. Ka nxjerrë burrat shquar në çdo periudhë të historisë. Për shembull, në kryengritjet e Tanzimatit, në vitin 1846, gjejmë një figurë të madhe, Sadik Armeni Qataj, që ka marrë pjesë në kuvendin e Labërisë të Rapi Mesaplikut, ku mblodhen përfaqësues nga Delvina, Vlora, edhe në atë 2 mallakastrat. Dhe i dërgon një letër mbretit Toton, që të dërgonte ndihmë kundër Turqisë. Natyrisht ai u tha që i kam bosh arkat e tjera, po e arshivoj atë letër dhe e botoj Njarvanitas, ku është dhe firma e Sadik Armenit. Dhe Sadik Armeni pasaj që udhëheqës i qetës fshatit me 40 armenas. Ndër emrat e njohur ishin dhe ata të Armenit, siç ishte Osman Haxhiu, Sali Bedini, Ramadan Armeni dhe shumë patriotë të tjerë. Armeni dha një kontribut të madh në luftën e 1920-s, dhe kjo mbledhje e këtyre 70 burrave pati një rëndësi të madhe, pasi aty u hodh për herë të parë
Ideja e luftës së Vlorës, vendimi përfundimtar i së cilës u morë në kuvendin e Barçallas më 29 maj të vitit 1920. Por edhe në shpalljen e pavarësisë, krah Ismail Qemalit, si bashkëpunëtor të mirë, ishin dhe 3 figura të Armenit: Osman Haxhiu, Refat Aliu dhe Sali Bedini. Sali Bedini ishte një patriot i madh, i cili e nisi karrierën e tij që në moshë fare të re. Si antar i klubit Labëria të vitit 1908, sillte dhe shpërndante libra shqip në fshatin e tij të Armenit dhe në krahinën e komunës së Treblovës. Sali Bedini i mësonte fshetazi shqipen bashkëfshatarëve. Pikërisht është kjo arsyeja që shkolla e Armenit, me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë në vitin 1937, u emërtua me emrin e Sali Bedinit. Në lëvizjet për pavarësi, ky fshat përsëri ka nxjerr burra të shquar. Ndër këta mund të përmendim Osman Haxhiu, Sali Bedini, Refat Ali Kasaj, kontribuan për pavarësinë e vendit. Edhe më vonë gjatë luftës nacionale shqiptare, ky fshat nxori 100 partizan kundër bishës nazifashiste, partizan dhe partizane, dhe ka 25 dëshmorë të radhitur në lapidarin e fshatit, që na nderojnë dhe këta. Figurat shquara të kësaj lufte mund të përmendim Veledin Kollozin, që arriti zëvendës komandant i batalionit territorial dhe delegat në Kongresin e Përmetit, që i që një kongres i rëndësishëm për atë kohë. Domethënë, Sinan Mazja, zëvendës komandant batalioni në brigatën e 5 sulmuse. Sali Bedini. Nga burrat më të shquar të Armenit janë Osman Haxhiu dhe Sali Bedini, të cilët janë nderuar me shumë dekorata, nderi qytetit Vlorëse, nderi Labërise, nderi qarkut Vlore, deri te presidenti që i ka bërë të dy këto figura nderi komit, presidenti Bujar Nishani me një dekret veçantë. Tani, cili është kontributi i Sali Bedinit? E ka aktivitetin e madh në shoqatën Labëria të vitit 1908, klubi Labëria. Ishtë një klub, si që edhe e dini dhe ju, kulturor, gjoja, po ishtë klub patriotik që përhapte arsimin shqip të Naimit, abetaret e Naimit, poezit e Naimit, të komitetit Stambollit i përhapnin fshetas, se turkit i arrestonin s'lejonin, gjuhën shqipe e kupton, ishtë nga antarët më aktiv për zonën komunën e Treblovës, se andej administrohesh kjo komunë atë kohë, e kupton dhe brithe me kalin e tij me shal në përfshatra fshetas shpërndante abetare. Ishte antar aktiv i klubit Labëria. Sali Bedini ishte antar i Komitetit Mbrojtja Kombëtare dhe komandant i prapavijës. Armeni ngriti çetën e tij luftarake me 80 burra, që luftuan me trimëri dhe dha 2 dëshmor. Osman Haxhiu, në bashkëpunim me patriotë të tjerë, si Hamza Isai, Jani Minga e shumë të tjerë, organizuan në muajin tetor të vitit 1919 një takim në shtëpinë e Abaz Mezinit, nga ku morën vendime të rëndësishme. Ajo që është e rëndësishme për fshatin e Armenit dhe banorët e këtij fshati është edhe data 23 dhe 24 shkurt të vitit 1920, ku rreth 70 burra për 2 ditë rresht bën një mbledhje e cila hodhi themelet e luftës së Vlorës, pikërisht 3 muaj para se të zhvillohej dhe të formohej Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare. Por në 29 nëntor të 1919-s, ky komiteti fshet u mblodh në shtëpinë e Osman Haxhiut në lagjen Topana. Aty u vendos të përgatisnin flamuj kombëtar për demonstruesit dhe në balkonet e shtëpive apo dhe dyerve të dyqaneve të mos ngrihej asnjë flamur italian. U mblodh një komision ku do t'i paraqitej Piacentinit programi i festimeve të 28 nëntorit, ku brenda këtij komisioni personazh kryesor ishte Osman Haxhiu dhe Sali Bedini, pasi vetë Piacentini ishte lëshuar një urdhër ku populli shqiptar të kremtonte këtë ditë në ambiente të mbyllura. Mirë po, patriotët shqiptar si Sali Bedini nuk ju trembej syri lehtë. Prandaj planifikuan që festimet i bënin tek xhamia e tabakëve me brohoritje. Sali Bedini
mbante flamurin e madh kombëtar. Karabinieria, me në krye majorin Borno, që kërkojnë ndalimin e demonstruesve. Këtu, nisi përleshja e Salibedinit me majorin, e vuri poshtë dhe filloi ta godiste. Por 15 prej karabinierëve ju vërsulën dhe ja hoqën duart Salibedinit. U kryu një komitet i fshet, i cili i dërgoi Piacentinit, bile Osmanazhi me Salibedinin, edhe patriot tjerë i shkuan general Piacentinit se i 7 vjetori 12-19, erdhe 28 ndori 12-ës dhe vlonjatët, patriotët vlonjatë donin ta festonin me flamure në rrugë. Dhe i dërgonin një shkres ku i kërkonin leje. Ai u dërgoi përgjigje që jo, do ta festoni vetëm në ambiente të mbyllura dhe asnjë flamurë nëpër balkon andaj këtej. Dhe u dha xhabin e tabakëve që është tetusia që ka qenë në monizm aty, para sheshit bashkisë, domethënë ka qenë xhamia e tabakëve, dhe vendosën ta bëjnë mbledhjen të mbyllur në xhami të tabakëve. Por ndërkohë përgatitën që në orën 11 kur të mbaronte mbledhja, në çdo rrugë e qytetit, ca që nga spitali, ca nga Karabashi, ca nga Poçeria andej, ca që poshtë nga Sazani, të vinin patriotët me flamuj të vegjël dorë duke vënë përpara nxënësit e shkollës. Mirë po pikasur Piacentinit dhe sheshin parabashkisë e kish rreshtuar, radhitur 600 karabinierë me topa fushor dhe me kavalerin në rrugën e Karabashit që del për te spitali, një rrugë dytësore. Natyrisht këta mbledhjen e bën brenda xhamisë dhe pastaj në orën 11 dualën për jashtë, kur po vinin në të gjithë rrugët patriotët shqiptar. Dhe Salibedini mbante flamurin kombëtar në dorë. Majori Borno i këtyre trupave italiane, karabinierisë italiane, u hodh dhe i tha, jo, s'do dilni jashtë me flamur, u kemi thënë. Dhe ju hodh për t'ja rrëmbyer nga duart Salibedini flamurin e ta qirte ta vinte poshtë. Ndërkohë, Salibedini, që ishte një burr shumë i bërshëm e i fuqishëm, e vuri poshtë majorin italian, Borno, dhe filloi ta qillonte me grushte dhe me shkelme. Faik Gjaferi, një pjesëmarrës që ishte nxënës shkolle, në kujtimet e tij, lufta e Vlorës, thotë kështu: ju hodhën një 15 karabinierë që me zia qetin majorin e tyre na duart, se filloi ta qillonte, pa armë, pa gjë. Ata të armatosën. Banorët e fshatit të Armenit kujtojnë me nostalgji veprimtarinë dhe emrin e Salibedinit. Ata na rrëfyen se banesa në të cilën ai ka jetuar ka qenë një shtëpi e ndërtuar prej 2 katesh me mure guri, që sot ndodhet vetëm një rikat, por ky kat është ruajtur nga pasardhësit e Salibedinit, të cilët jetojnë brenda kësaj banese. Por trimërinë dhe krenarinë e gjyshit e mbajnë në kujtime edhe pasardhësit dhe banorët e fshatit. Klevi Sebedinaj është nipi i tij, i cili na shoqëroi në këtë udhtim dhe rrëfeu kujtimet e vetme për gjyshin. Por ai na pohoi se gjyshi i tij, Salibedini, është dekoruar nga presidenti i Republikës Bujar Nishani nderi i kombit, me dekretin numër 9152, datë 2/7/2015. Falenderoj për të nisëm. Unë jam stërnipi Salibedinit. Në krahun tonë është objekti i cili ka jetuar Salibedini, tashmë ka ndryshuar sepse vitet bëjnë veten. Më ndërtuar me gur, kuptohet shtëpia ka qenë 2 kaçe. Do ua tregojmë edhe me foto, kuptohet. Po, me foto të vjetra që ne disponojmë. Urojmë që këto nisma të jenë nga çdo person dhe nga çdo familjar për njerëz të shquar që kanë dhënë kontributin e tyre për atë dheun. Stërgjyshi jon ka qenë plus atë detar dhe luftëtar i cili është dekoruar dhe nga instancat shtetërore për veprimtarinë e tij, por ka qenë dhe shumë arsimdashës për të paktën për brezat dhe për popullin në krajinën tonë. Burrat e shquar të Armenit dhe gjurmët e tyre patriotike i gjejmë që herët, rreth 170 vite më parë,
Prandaj nuk kishte si t'ishte ndryshe ky fshat, edhe në vitet e mëvonshme, me figura si ajo e Sali Bedinit edhe Osman Haxhiut. Neve armenasit ngelim borxhullit e juaj. Jo sepse aje meriton, po sepse interesimi juaj bën atë që ai të popularizohet. Jo se ka ngelur, po aman, akoma më shumë duhet folu për ta. Ta njohin brezat e një. Ta njohin brezat që janë këtu, që vinë këtu dhe ata ma mërmëndje se e duan këtë patriot, sepse ka bërë gjëra të mira për... Se lufta e Vlorës, ashtu si që tha dhe profesori, ka për masa kombëtare, nuk është luftë lokale. Ai ka qenë njëri edhe për fshatin, për mikun, dhe pse jo për shtetin. Në shkrimet e tij, patrioti nga Kanina, Beqir Velo, thot: mbaj mend që italianët na qellonin me kondakët e dy feqeve, ndërsa ne i qellonim me grushta, me shkelma e me drute flamujve që mbanim në dorë. Në përleshje e sipër, unë dhe Sali Bedini u plagosëm rënd. Shokët na morën dhe na çuan në shtëpinë e Hamzai Said, ku qëndruam më shumë se 2 muaj të sëmur. U zgjodh antar në 12-ën e komitetit që drejtonte luftën e Vlorës. Burrat më të shquar, më me autoritet, që i mirë të populli prapa. Isha antar i komitetit mbrojtjes kombëtare dhe komandant për Prapavin. Pse quhet luftë kombëtare? Kryesisht peshën e mbajtën Vlora dhe Tepelena, po erdhën dhe 2 qeta nga Mallakastra, 1 qetë nga Skrapari, aty dhe nga Tirana, nga Gjirokastra, vinin ndihma nga Xhafer Bey Ypi, që ish prefekt i Beratit, misre, ushqime, arme që hishin në xhemi këtu të Vjosës, edhe ky merresh me ushqimin se donin të hanin luftarët, ishin në front, me ushqimin, me armët që vinin, ishte komandanti i Prapavis. Pra, ishte një figurë mjaft e shquar patriotike, që me shumullin e vet, ai frymëzon ne pasardhësit, brezat që duhet vinë, ta marrin si shembull patriotizmin e tij në të mirë të atë dheut. Po duhet të jenë qendër të vëmendjes dhe në librat e historisë të shkollave, të paktën të gjimnazit, sepse janë shembull frymëzimi për brezat e rinj në të mirë të atë dheut. Por Sali Bedini ishte pjesë e rëndësishme e kuvendit të Barçallas, nga ku u vendos lufta e Vlorës dhe u vendos komiteti që do të drejtonte këtë luftë. Ai ishte antar i këtij komiteti, i cili luftoi dhe drejtoi me zotësi dhe trimëri. Në fshatin Mesaplik ndodhet dhe obelisku i 12 personazheve më të rëndësishme në historinë kombëtare, ndër të cilët spikat dhe busi i Sali Bedinit. Ashtu, si në të vërtetën e shkuar, që hodhi themelet e një të vërtete të sotme. Prije si të gjithëve që ndron ai, burri me fizikun e gjatë dhe mjekrën e bardhë, Ismail Qemali. Metra mbi nivelin e detit.